me qenë une në Ministri të Punës Jashtme, Ridvan, edhe po t'ishte Albin Kurti në Hag, s'ka lidhe kush në Hag, edhe Albin Kurti t'ishte në Hag, ti mas pari dush me pas një të ri kontratat lobimit vetëm për Hag. Ti dush me pas 20, 30, 40 fishim të stafit diplomatik në Hag, na I kem 3 vetë. Ti dush me pas 50 vetë në Hag. Tu shmilshu ata njerëz, me kallëzu narracionin e Të vërtetën objektivisht. Me kallëzu të vërtetën. Me mushat sallën që është e boshatisur, që sa herë të Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi, Cali, Ujku, Bashkimi, ai tjetri, kur t'jin aty, e shohin sallën e boshatisur. Prezencën e, po. Edhe çaj është simbolik që edhe shteti ka braktis, edhe shoqëria I ka braktis. Se ato 21 ulse janë të braktisura, janë të boshatisura, edhe ata e shohin që nuk e kanë kërkan mas veti. Duket se keni të lekundur besimin për një drejtësi që mund para epilog si duhet bazuar në këto. Megjithatë do ta shohim në fund nëse ka drejtësi të vërtetë që vendos mbi prova materiale të vërteta, jo mbi thashë themet kafe, më tha, më ka thonë etj. Si e shihni? E fundit të kjo pyetje. Po, me atë që kem pa deri më tash, Ridvan, edhe çështësill edhe trupi gjykus, ku trupi gjykus ka marrë më shumë kohë se sa prokuroria, ku trupi gjykus ka bërë pyetje suggestive. Pra kanë qenë shumë agresiv. Edhe mandej kur I sheh komentet që kanë bërë gjyqtar kundër administratës Trump, edhe krejt këtë farë politikën që është zhvillu aty. Ishe evropiant aty, ishe një presidente Zonja Trandafilova që sillet, e cila I ka shërby, tash është keq me thonë, pa ja ka qenë gjyqtare në një periudhë ku komunizmi ka qenë në Bullgari. E vërteta kjo, nuk mund ta shkruash si e saj. Kjo është e vërteta, tash me çfarë standardesh po flasim këtu. Njerëzit që kanë përcjell tribunalin e Hagës, se ne vjen ka Për Jugosllavi, po thonë. Ishte tjetër më, ai tjetër ishte këtë. Ata diçka thonë, kjo është ligë 7-8. Edhe kjo është fatkeqësia jonë. Prandaj unë mendoj Ridvan, nëse ky popull, nëse qeverinë që do ta kemi, nëse parlamentin që do ta kemi, nuk do të zgjohen me kriju mekanizma. Me mëngjes. Me kriju mekanizma mbikëqyrës, me kriju idenë edhe nevojën që atje me pas një verdikt fair dhe të paanshëm, se këto po kërkojmë. Na s'po dojmë, më thonë, mos e shpall këto, shpall ato. Na po dojmë fair edhe të paanshëm. Se deri sot, nga dita e parë, deri sot, as u kon fair, as u kon të paanshëm. E kjo bëhet nëse na e krijojmë domosdoshmërinë për me na dëgju shtetet financuese. Për me mbri zone atje. Për me mbri zone, për me sjell ata në tavolinë, duhet pak me bë zhurmë, që ka thonë Bobe miku jo në Helsinki komitet. Pa zhurmë, Ridvan, nuk shkon kjo, nuk bëhet kjo.